Shembull, një nga studentët, me që jemi tek Maqedoni, një nga studentët e rëndësishëm të kohës në pas viteve 90 në Siri, në shkollë fetare, ka qenë miku im i ndjeri, heroi i kombit dëshmori Harun Aliu. Me të vllajën ka studiuar në Siri. Dhe unë pata fol disa herë atëherë me Harunin, dhe Haruni për shembull ishte njëri që e donte shumë Sirin. Por ki parasysh që flasim për realitetet të ndryshme në kohën e hapësirë. Është interesant kulla se është një tjetër shkresë e morë po nga arkivi i Shqipërisë. Unë kam të siguruar nga një profesor doktor i nderuar, i cili ka hulumtuar këtë doktor Nuruddin Ahmeti, i cili i ankohet për vizitën e Abdulatif Arrautit. Dhe thotë që shteti shqiptar duhet të ketë kujdes nga ai, sepse ka pas disa vizita në Jugosllavi. Ja, ky është për shembull një kombi i përçar, i shkalafitur nga ideologjia, nga historia etj. Ka një shpjegim të tillë për shembull, sepse si thot ai, i ndershmi zoti Ramiz Alia. Pra, i drejtohet Ramiz Ali si i ndershëm, pra, kupton? Ndërkohë që Ramizi, unë e kam njohur, ka qenë burri i moderuar, si verior që ishte njifte dhe këto elemente të tjerë. Ki parasysh që flasim për një kohë që ai flet për Jugosllavin, pra me një, ndërkohë që Jugoslavia, pra nuk se ishte Serbia. Shqiptarët e Jugosllavisë ishin më shumë se sa shqiptarët e Shqipërisë. Por duhet ta kuptosh kontekstin të qenurit e shqiptarë nga Kosova në atë kohë. Po sigurisht. Se ne egzaltonim Shqipërinë dhe sigurisht Jugosllavinë e shihnim si ardhmë. Konteksti ishte i tillë dhe ky është problemi, sepse ata shqiptarët e Sirisë edhe të lindjes mesme e shikonin ndryshe gjën, ne shikonim ndryshe dhe ju e shikonit më ndryshe akoma. Ne kemi qajt për Enver Hoxhën, kemi qajt shumë. Po sepse ju njënit një tjetër Enver. Edhe atje ishte një tjetër Enver dhe besoj që ndoshta në shef edhe miku im Ilir Hoxha, djali Enver Hoxhës, edhe besoj që dhe Iliri nuk ka qajt siç kanë qajt disa njerëz për Enver Hoxhën. Edhe sot kemi disa... Po sigurisht jetojmë në demokraci dhe është normale, dhe Enver Hoxha është njëri që ka disa merita historike në karrierën e vetë dhe disa gjëra cilat do të ngelen në historinë, sidomos në Shqipëri, si kundër ka dhe komplet kundërtat, dhe ajo që janë më të zezat pastaj janë persekutimet politike brenda vendit në Shqipëri, cilat kanë lënë një olla të mëdha. Po vetë nëna ime për shembull ka lindur në internim në Peqin, ndonse babai i saj ishte nga Leskoviku dhe kishte qenë një oficer i zogut, i shkolluar jashtë, i burgosur me ardhmën e regjimit dhe pastaj internuar në Peqin. Ka pasur shumë familje tilla në Shqipëri.